flas tek morali, se po diskutohet edhe morali, jo vetëm vepra penale. Thashtë që rrjedh në këtë çështje gjyqësore. Rrjedh fakti që ti ke parë një vizë edhe ti se ke në dorë atë që thot Beni, nuk e ke si provë, e para. E dyta, ti se ke lejuar të hyjë në Greqi dhe ku e ka kryer krimin kjo? E ka kryer krimin në Shqipëri, pse nuk është gjykuar në gjykata shqiptare për arsye se ka kryer një krim. A nuk është krim, ajo quhet veprën penale. Jo, kontravajtje penale. Administrative. Në rregull, atë vepër. Shqipëri është vepër penale, është falsifikimi i letrës njëftimi pasaportës. Është penale tek ne. Në 189 i kodit penal është vepër penale. Dhe kemi një gjë, një atmosferë, një kushtet e krimit, po e quajmë, kushtet e veprës penale, janë kushtet të zgjatura prej vitit 2005 deri më sot. Do me thënë, është marrë, është dhënë, është tërhequr, është shtyrë, ka dale pa fajshme, ka dale fajshme, etj. Do me thënë, është një histori e tërë si në për legjenda që kur ka dashur janë zgjuar ata që duhet të zgjoheshin, kur s'kan dashur s'janë zgjuar, gjë që dëshmon në realitetin e çështjes. Edhe për të ardhur tek ajo më e fundit që për të cilën shpresoj, unë mendoj se shpresa është që të bëhen nul çështjet Beleri dhe Berisha dhe Meta, sepse ajo i ka pas në duar. Por kjo nuk i bën nul, për arsye edhe sikur të ketë kryer një krim tjetër, edhe sikur të ketë vrarë një njeri, kjo nuk i bën nul çështjet, për arsye se, më fal të lutem, për arsye se personaliteti i procesit është ndarë nga personaliteti civil, ai është personalitet civil, nuk është personalitet gjyqësor në rastin tonë, është një qytetar i cili ka shkelur ligjin. Dhe nuk e ka shkelur ligjin për shkak se është gjyqtare, ka shkelur ligjin për shkak se është qytetare. Dhe ky personalitet nuk e cënon pse James Smith, i cili u dënua në Amerikë, e pse nuk doli ashtë im thaqi nga burgu, për këtë arsye, a i do dalë për arsye të tjera. Kështu që këto janë shpresa që janë ngritur si piramida për të përkëtjarit. E vetëmja gjë që sigurisht nuk mund të lesh në gazetarë, nuk mund të lesh nëse ne pranojmë rastësi nuk kemi më gazetarë. Në gazetarë gjëmon jo kazualitetin, po kauzalitetin, pra gjëmon jo rasin, po të kundërt në saj, qëllim shmërin. Dhe sigurisht nuk mund të anashkallosh faktin që të shetë Ervini, unë nuk e dia, që pas ka qenë zona e gjoka dhe gjukatës e procesit ndaj Belerit. Me gjatë, Ervin, fakti nëse temi kolegjoja gjukon që Irena Gjoka është dënuar në mungeset në padijen e saj, pra nuk e ka ditur që ajo është gjykuar, kjo le temi mund të mbaja të sërish në pozitën e gjykatës? Patjetër, gjithçka është interpretimi që do bëj edhe Këshilli i Lartë gjyqësor, për sa i përket. Me sa duket kjo është arsyeja pse edhe prokurori i përgjithshëm i ka thënë që është autentik, po gjykojeni ju. Verifikimi, merrni dhe shqyrtoni. Pra, i takoi ka thënë qartë prokuroria e përgjithshme që duhet dhe është organi kompetent edhe Këshilli i Lartë gjyqësor si organ përgjegjës për verifikimin e kushteve të ndalimit. Pra, nëse kjo vepër mund ta quaj pra që ka bërë edhe mosdeklarimin tek formulari i dekriminalizimit, përbën apo jo kushtet, pra dhe do vendos Këshilli i Lartë gjyqësor për ta shkarkuar nga detyra për të mos e mbajtur më gjyqtare. Që ta kuptojmë rindherë dhe atë që thatë ju për faktin që duhet kishte deklaruar edhe që kjo është ndaluar të hyjë në një. Po pra janë tani mund të jetë dhe e padrejtë. Kemi parasysh neve nuk i thymë tu është e drejtë apo është e shtrëmbët. Domethënë që është edhe mund t'i rënë qaf, pak rëndësika, por ne shohim veprime aktive që tregojnë djeninë. E para, kemi një prokuror që thot lëshoj prokur për filan çështje që jam kap kufi, sepse jep dhënat. Pra ka shku te noteri vet. Është një vizë që të refuzuar janë disa fate, pra është viza, shkuarja, është kthimi mbrapsht. Se ti shkove ke prenotu hotelin në Greqi. Pse nuk kalove ani? Pse u ktheve mbrapsht? Se s'mahet mend. Po nuk kaloi Vin. Po pra po të shmar pasaportat. Ti të shmar pasaportat se është nisë procedimi. Ti nuk lejosh të kalosh. S'të lihet ti duhet ti deklarosh e drejtë është shtremët është gjë tjetër. Ti si kur të vjen një formular do të thosh po, sepse veti i kanë bërë këto ligje. Pra ka një pikë formulare e cila e kërkon. Duhet ta deklarosh që të refuzuar hyrja dhe në një pikë kalimi kufitare, ke pikë tek formularet e vetikut. Tani e çmon është e drejtë, pra të thash edhe një herë. Po kjo është tjetër gjë, po që duhet ishte deklaruar. Unë nuk hyj, mund të jetë dhe i padrejtë, mund të jetë, domethënë, por tashin ne nuk mund të paragjykojmë një vendim gjykate. Është një vendim gjykate dhe ka prokuror të cilë shon djeni se ti je gjyqtar vet.
Po t'ishe ndonjë nga një fshat i humbur që s'merr vesh gjë Pa tjetër. ka vendim gjykate. Ta ndaj Po miq. kamër është gjykat. Jo. Është ka vendim. Vini, të lutem. Tani, djenia provohet për mua. Ja, ta mbaroj, ta mbaroj. Edhe dy ta Ta fal, mbaroj dhe edhe me drejtori. KLG-n. Do të thonë, lidhje me KLG-n do të themi diçka. KLG-ja konstaton faktin dhe janë rastet e mbarimit të mandatit. Pra janë rastet ky magjistrat, pra ku janë kushtet e zgjedhshmërisë, sepse është e kushtet e zgjedhshmërisë. Se mund të kemi dhe një rast tjetër, mund të kemi rast që sidomos kam qefi faktit ja. Janë rastet e mbarimit të mandateve. Por duhet procedoj dhe Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë me këtë rast. Pra, që janë kur janë kushtet se të kemi parasysh gjykate krijuar me ligj, se këtu është problemi. Gjykate e posaçme, po. Gjykate krijuar me ligj, qoftë e posaçme, qoftë e përgjithshme, ti do kesh një gjyqtar që është zgjedhur mbas ligjit. Sepse është një, pse është bërë kjo? Është një që plotëson kriteret ligjore, është më i mençur, thoj sa është i pastër, plotëson kriteret dhe ti zgjidhësh çështjen tate. Sepse ti nëse ke një dënuar